dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Fishekzjarët që hidhen në mesnat janë kthyer në një shqetësim për qytetarët lushnjar. Ata kërkojnë ndërhyrjen e policisë për ndalimin e këtij fenomeni. Përdorimi i lëndëve piroteknike, kryesisht fishekzjarëve në mesnat, është kthyer në një shqetësim serioz për qytetarët lushnjar. Ata e kuptojnë që përdorimi i fishekzjarëve janë një pjesë e zakonshme e festave dhe ngjarjeve të ndryshme kulturore në Shqipëri, por përdorimi i tyre çdo natë është kthyer në problem se prish gjumin e fëmijëve të vegjël, të sëmurëve, personave që duhet të zgjohen herët për të shkuar në punë. Qytetarët kërkojnë ndërhyrjen e policisë për ndalimin e këtij fenomeni. Po që kjo punë po vazhdon pambarimisht. Vetë ora 12 edhe shqetësimi përpara. Kjo duhet vendor, sidomos nga policia e rendit dhe nga të përkatëse. S'mund vazhdohet më kështu. Çdo njeri që ka gëzim familjar duhet ta mbajë brenda familjes së vet. Nuk mundet të festohet duke prishur qetësinë e tjetrit. Ka njerëz të smur, ka njerëz të fëmijë që tremben në ato ora. Kështu që sa më shpejt duhet të bëhet ky veprim që të merren masa nga autoritetet përkatëse. Policia e rendit duhet të evidentojë gjitha këto shkelje që bëhen. Nuk janë shumë të vështira për të gjetur. Në çdo lagje shikohet, mbi se bën shumë hapur në për dy shtylla vendosin edhe 100 vjeç ky. Dihet shumë e thjeshtë për të gjetur. Po të merren masa nuk besoj se njerëzit do reagojnë prapë për të bërë të njëjtën gjë. T'japi një tronditje kështu të çaj shoq që plasim, ose është një armë e ndaj individi, apo është tamam fishekzjar. Por sidomos për ata që janë prejq vetëm në shtëpi, tek pull, është shumë e vështirë që kur djon një tronditje kështu bam, ose ka fëmijë të vegjël. Se e letë natën pa gjumë, do shqetësohet fëmia, do tremet. Tani ata kanë gëzimet e veta, unë i dëgjoj, po mundësisht do të mbyll veshët me kufje. Edhe kalon. Është një moment, nuk është se do vazhdoj gjatë. Njerëzit duhet gëzojnë, kjo është dashamirësia ime, edhe fishekzjarët do hedhëm edhe vetë, sepse gjatë gëzimeve që kemi, si ato për dasma, për ditëlindje, për shumë gjëra tjera, janë një fuqi hyjnore që ne duhet gëzojmë, por duhen shkrepur, mund të them unë, në mënyrë të rregullt që mos ketë dëme, mos ketë djegje. Kjo është arsyeja. Po shqetësim për zhurmën e kalojmë, nuk kemi problem. Ligji shqiptar kufizon përdorimin e fishekzjarëve për shkak të rreziqeve potenciale për shëndetin, mjedisin dhe sigurinë publike. Ndërmarrja e punëve publike mbolli sot lulet e stinës në hapësirat publike duke i dhënë qytetit një pamje të re. Qytetarëve u kërkohet të mos dëmtojnë lulet dhe hapësirat e tjera të gjelbra. Qyteti i Lushnjës është zbukuruar sot nga mbjellja e luleve shumëgjyrshe në hapësirat publike nga ndërmarrja e punëve publike drejtuar nga Elson Zeka. Në kuadër të projektit të mirëmbajtjes dhe gjelbërimit të hapësirave publike, lulet dekorative janë mbjell para bashkisë, tek busti Vaçezelës, tek poliklinika, stadiumi dhe postobloku pranë shinave. Ky proces përsëritet 2 herë në vit, në pranverë edhe tani, kur mbillen lulet sezonale, thon punojësit e ndërmarrjes së punëve publike. Bashkia me këtë projekt tregon që i kushton vëmendje të veçantë ambienteve publike për një pamje më të mirë dhe një qytet të gjelbër, të pastër, të kulturuar. Por problemi i kulturës qytetare në mosdëmtimin e luleve dhe hapësirave të gjelbra lë shumë për të dëshiruar. Pasi moskujdesin ndaj luleve dhe dëmtimi i tyre është veprimi përsëritur gjatë viteve të kaluara. Megjithatë, mirëmbajtja e hapësirave publike vlerësohet nga qytetarët, të cilët duan një qytet më të kuruar në aspektin e gjelbërimit dhe estetikës urbane. Numri grevistëve në fushën naftëmbajtëse të Patos Marinzës reduktohet për shkak të gjendjes shëndetësore në ditën e 14 të grevës së urisë. Reduktohet ndjeshëm numri grevistëve në fushën naftëmbajtëse të Patos Marinzës në ditën e 14 të grevës. Përkisimi i gjendjes shëndetësore të naftëtarëve të grevës së urisë ka bërë që numri i tyre të reduktohet në 7, ndërsa në ambientet e jashtme ka mbetur një numër i vogël grevistësh që kanë bojkotuar punën. Grevisti Dritan Rapushi ka pohuar se pavarësisht kurrjes, ne do të vazhdojmë kauzën tonë deri në fund, madje do të denoncojmë publikisht abuzimet të kompanisë Bankers Petroleum. Dita 14 e grevës dhe numri i grevistëve
që janë ngujuar këtu prej 14 ditësh reduktohet. Kjo thotë që greva duke mos patur as edhe një mbështetje është drejtshërjes. Nuk është drejtshërjes greva, është shëndeti drejtshërjes, pasi 3 personat që ikën ju rekomendua nga mjeku që nuk mund ta vazhdojnë më sepse do ketë pasoja të rënda dhe të paparashikueshme për shëndetin, kështu që u larguan për shëndet të rënduar. Mbështetësit janë jashtë, vazhdojnë të mbështesin, edhe ata që nuk mbështesin dot që nuk vinë këtu të rrinë dot stabil, nuk kanë mundësi ekonomike të bëjnë udhëtimin nga Fieri nga vendbanimi deri këtu për ditë, të rrinë nga 12 orë apo 24 siç të rrinin në fillim, sepse është dhe fundi muajit, por ne vazhdojmë dhe po shohim se shteti nuk po reagon fare. Dhe personat janë atje në punë sot, janë gati të rikthehen këtu në grev, por kanë problemin ekonomik. Problemi ekonomik nuk është një problem që mund ta zgjidhin me dëshirë, është problem që i ka ardhur fundi muajit, nuk i dalin më të ardhurat, kështu që duhet kthehen në punë për siguruar ato pak të ardhurat që marrin nga kompania. Nuk është punë se nuk mbështesin kauzën, marrim telefonata për ditë nga ata, kërkojnë falje, por nuk munden. Kjo është një kauzë që ne po luftojmë dhe kjo na mban akoma këtu në betejë. Ndërkohë një prej grevistëve që ka lënë grevën e urist, Eduard Selami, vijon të jeti pranishëm pranë tyre. Ne presim mbështetje nga shteti, ka thënë ai. Shteti ynë ose është me ne ose me kinezët, nuk po na mbështet asnjë lloj institucioni. I bëjmë thirrje shtetit ton shqiptar që të na mbështesin në kauzën tonë. Çunat janë 7 veta që janë grevuria aktualisht, edhe duam një mbështetje vetëm thjesht nga shteti, se na kinez nuk presim asnjë lloj. Shteti jonë ose është me kinez ose është me ne, se ne s'kemi, ne këtë po kërkojmë, që mbështetjen e shtetit. Prej 18 vitesh operator në fushën naftëmbajtëse, Nikolina Lushaj pohon se në gati 2 dekada ka përfituar një rritje page prej vetëm 7.000 lekësh. Paga që na takon është 200.000 lek minimalisht, thot ai, dhe nuk do të reshtim së protestuari me të gjitha format deri në plotësimin e kërkesave tona. Neve këtu, në këto 14 ditë grevë, jemi shkak i mos pagesës së rregullt nga ana e tyre. Kjo është. Nëse ti nuk paguash, atëherë të bie, si thonë, edhe iniciativa për punën, edhe dëshira, edhe shumë gjëra tjera. Sa paguajeni ju? Unë kam 18 vjet përvojë. Nga kinezi unë kam marrë vetëm një 7.000 lekë të vjetë rritje. Ndërkohë në ditën e 14 të grevës, asnjë negociat nuk duket në horizont, ndërsa kompania në vend burim vijon punën normalisht. Arrestohen 2 shtetas të dyshuar të implikuar në veprimtari kriminale në fushën e narkotikëve nga policia e Fierit, e cila ka sekuestruar një sasi lënde narkotike heroin. Policia e Fierit arrestoi 2 shtetas të dyshuar të implikuar në veprimtari kriminale në fushën e narkotikëve. Gjithashtu sekuestroi një sasi lënde narkotike heroin. Në njoftimin e policisë thuhet se specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve ekzekutuan urdhrin për ndalimin e shtetasit të shpallur në kërkim HV, banues në Roskovec, pasi gjykata e posaçme e apelit për korrupsionin dhe krimin e organizuar e ka dënuar këtë shtetas me 3 vjet e 3 muaj e 18 ditë burgim për veprën penale trafikimin narkotikëve kryer në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Policia arrestoi në flagrancë edhe shtetasin KK, 47 vjeç, banues në Lushnjë, pasi gjatë kontrollit në automjetin që drejtonte në gjendje të dehur, u gjetën dhe sekuestruan me cilësinë e provës materiale 8 doza lënde të dyshuar narkotike heroin. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme. Tërmeti fuqishëm në Turqi me magnitud 6.1 ball ka shembur ndërtesa, duke nxjerrë njerëzit në rrugë të tmerruar. Një tërmet i fuqishëm me magnitud 6.1 tundi Turqinë perëndimore të hënën, duke rrëzuar 3 ndërtesa të dëmtuara nga lëkundja e parë, dhe duke i detyruar banorët të largohen nga shtëpitë e tyre dhe të qëndrojnë në rrugë në mesin e natës. Qendra e tërmetit ishte në rajonin Balikeshir në orën 22:48 sipas orës lokale, duke tundur ndërtesat në një zonë të gjerë përfshirë Stambollin dhe Izmirin, 2 nga qytetet më të mëdha të vendit. Sipas autoritetit të menaxhimit të fatkeqësive dhe emergjencave të Turqisë, dridhja e tokës goditi rrethin Sindirgi të provincës Balikeshir në një thellësi të cekët prej 6 kilometër. Pamjet që qarkullojnë në mediat sociale tregojnë ndërtesa të kthyer në rrenoja dhe njerëz të mbledhur në rrugë duke parë me tmerr shkatrimin. Shërbimet e emergjencës thanë se rajoni ishte goditur nga një tërmend i fortë, me raportime për dëme në disa ndërtesa, por nuk ishte raportime të menjëhershme për viktima. Ministri i Brendshëm i Turqisë tha se po kryen anketime në terren për të vlerësuar dëmet.
Presidenti Erdogan gjithashtu në një deklaratë natën vonë shpreu ngushëllimet qytetarëve të prekur nga tërmeti dhe premtoi ndihmë maksimale. Tërmeti riktheu kujtimet e dhimbshme të katastrofës së vitit 2023, që vrau më shumë se 53.000 njerëz në Turqi dhe 6.000 njerëz në Sirinë Veriore. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.